Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të jemi me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. Mbi 100 protestues, përfaqësues të shoqërisë civile dhe banorë të zonës janë mbledhur në hidrovorin e Akërnis për të kundërshtuar punimet që kanë nisur prej disa ditësh në brendësi të Pyllit, një zonë e mbrojtur mjedisore. Sipas protestuesve, kjo zonë është një pasuri publike e mbrojtur me ligj, ndaj çdo ndërhyrje duhet të jetë e konsultuar me komunitetin dhe të respektojë legjislacionin në fuqi. Mbi 100 protestues janë mbledhur rreth orës 11:30 të kësaj të shtune në zonën e Pyllit të hidrovorit në Akërni, pjesë e njësisë administrative Novosel. Protestuesit kanë kundërshtuar nisjen e investimeve në zonën e mbrojtur. Protestës së shoqërisë civile janë bashkuar dhe banorë dhe qytetarë të ardhur nga vende të ndryshme, të cilët kundërshtojnë investimin që sipas tyre po kryhet në pronat e banorëve, por dhe në një zonë të virgjër e cila ndër vite është shfrytëzuar si plazh nga shumë qytetarë. Nuk është vetëm e Vlorës këtu. Kjo është i gjithë shqiptarëve shqipi. Ky aeroporti që po bëhet për gjithë shqiptarët. E është turpi mat këto gjëra që po ndodhin. Nuk ndodhin këto. Ka marrë këtu hallet e mia, sytë e mia prapë kam ikur andej, kam vjetur me makina aty, ka paguar ato, kam ikur andej. Është turpi mat këto që po ndodhin. Për te ne shohim kodrat e Zvërnecit dhe në fakt që në atë pjesë, ku është 7 km larg prej këtu, ka filluar asfaltimi dhe shtrimi i një zone të mbrojtur. Gardi është vënë që në atë zonë, pra ne flasim për një hapësirë nga Kumezi Shes Syri deri këtu ku jemi, e cila po bllokohet për zhvillim, po bllokohet për të ndërtuar rezidenca, po ndërtohen hotele, po ndërtohen rrugë, brenda një zone shumë ndjeshme mjedisore dhe zone të mbrojtur. Hiqet si një projekt turistik i vogël i cili nuk do ndikojë në mjedis, po në fakt ne kemi të bëjmë me një qytet të ri që ndërtohet brenda zonës mbrojtur. Dhe plani nuk mbaron këtu, por të gjithë planet që janë publikuar dhe janë shfaqur deri tani bëhet fjalë për shtrimin e projekteve deri në Gryk të Vjosës. Pra ky është fillimi i një shkatrimi total të zonës mbrojtur. Ne tashmë e dim që kjo është një zonë unike, vetdia është si nga ana e qytetarëve, si nga ana e institucioneve, por nga ana tjetër nuk kemi ndërgjegjen që t'i mbrojmë këto zona. Një zonë unike, cila ka habitatet më të rëndësishme natyrore, na jep shërbime të shumëllojshme si banorëve, por jo vetëm, edhe ne që vim nga Tirana, tashmë po zhduket në emër të zhvillimit, në emër të ndërtimit, shtëpia që do shqiten dhe më pas nuk do ketë më akses për gjithë ne, dhe sigurisht nuk ka vend për jetën e egër, si fillim që kjo zonë e mbrojtur është pallur për ruajtjen e jetës së egër, për ruajtjen e peizazhit dhe për një zhvillim të ndryshëm të banorëve që jetojnë këtu në afërsi. Unë jam e rritur në Mifal, edhe e lindur. Unë gjithë jetën plazhin këtu e mbaj mend ta kem bërë, gjithë jetën time. Flasim për një zonë, nëna ime është nga Zvërneci. Jam rritur në gjithë zonën, duke filluar nga Dalani, plazhi e deri në plazhin e hidrovorit. Kjo pjesë përfshin minimalisht 3 gjire të mrekullueshme për cilat të gjithë huajt për ato vinë. Për mrekullin që kanë, po t'i shihni, nuk e dja keni qenë ndonjëherë, apo personat që do ta ndjekin këtë video kanë qenë ndonjëherë, po mrekullia atyre brigjeve është pikërisht ajo që ata kërkojnë dhe duan të na e vjedhin. Nuk kam për t'u lënë. Unë personalisht nuk kam për t'u lënë. Të paktën nuk kam për t'u lënë kollaj edhe pa fjalë. Në një tabelë aty me detaje shumë të detajuara se kur fillojnë punimet, kur mbarojnë punimet, kush është investitori, çfarë do bëhet këtu. Për një mur apo për një dritare shtëpie kërkohet kjo gjë. Dhe këtu jemi ku janë rrethuar 600 hektar, ku ka filluar ndërtimi dhe shtrimi i rrugëve siç e keni parë ju dhe nuk ka as edhe një informacion. Nuk ka kush është investitori, çfarë do bëhet këtu, për çfarë qëllimi po bëhet gjithë kjo ndërhyrje. Sikur këtë ta kishte bërë, sikur një gard jeshil ta kishte bërë një banor i zonës, sot do ishte i kalbur në burg. Dhe kjo gjë po ndodh në mes të ditës dhe në sy të gjithëve, dhe nuk ka as edhe një transparencë publike.
Ministri tha që po hapen ca rrugë për studime gjeologjike. Për studime gjeologjike në 600 hektar të shtrosh gjithë të rrugë dhe të rrethosh gjithë të sipërfaqe, nuk ka njeri që e ha këtë. IKMT-ja e bëri shumë të qartë. Këtu nuk bëhet fjalë për studime gjeologjike. Këtu po ndërtohet një qytet i tërë, 10.000 dhoma të parashikuara. Dhe për ndryshem kosovar, po të ashtë më vlonjet. Edhe vje mirë se jemi mbledh këtu për me të reguhe diçka shumë e rëndësi. Dëgjova shumë fjalime, edhe një gjë do të me kuptu gjithë një këtu. Ndërtimet nuk ndalen. Zhvillimi një vendit bëhet me ndërtime. Mi po jo kështu, jo këtë njërë, jo me beton. Edhe ne jemi ndërtu, sigur, këta zotnit këtu që kanë ardhë me ndërtu, mi po na ndërtojmë pa beton. Nuk jemi si ata uli! Nuk jemi si ata, jemi më të mirë! Do flasim, do përtasim këtu dhe kjo gjëja gjithë jetën! Që Amerikanën nuk janë tërheqë nga investimi i Salzani dhe Zornesit. Nuk janë ata pa janë oligarë këtar. Janë hajdutët klap, që mbrojnë nga qeveria. Nuk janë Amerikanët. Nuk janë ata po të me njësë ensi në maskën e ty që gjë janë Amerikanë. Jo, nuk janë. Janë hajdutët tanë. Është Shefket Karsati me shok. Ata janë hajdutët. Ata ka pa shërënjosi këtë tokë tu. Kjo tokë është mbrojtur me gjak, edhe me gjak do mbrohet. Unë punoj prej 30 vjetësh në peshkimu, thash, në atë lagun aty. Këtë lagun rrezikojnë sot na i marrin, kemi 2 vjet që s'na rinovojnë kontratat e peshkimit. Arsyeja e këtij resorti gjigant që bëhet. Njëra arsye. Arsyeja e dytë është ky plazh që ne mi rritur këtu kemi 1 jetë, po na i marrin. Dhe tjetra, atje në Portonov ku nga zënë, kemi tokat, kam tokat e nënës, e të dajove që janë thurur prap edhe pas një sinjalizim, pas një gjë. Pra, ky është shteti ynë i dashur, që na do shumë. Nën petkun e të gjitha republike janë bërë opozimet pa para. E njëjta që ka ndodhur me Tecin e Roshkovecit, me Anije Dudruse, me rjollin e shumë dëryre. Dhe sot, neve ndodhemi përballë një qeveriet pa përgjeshme, një kryeministri që po e përdor Shqipërinë sikur e ka tokën e trashëguar nga Ijati. Ndërkohë protesta është përshkallëzuar me hapjen me forcë të portës rrethuese, si dhe me shembjen e gardit të vendosur nga firma që ka nisur investimin. Për një qëllimi që di. Unë e bëj për fëmijët. Për fëmijët e bëj, nuk e bëj për veten time. Hape portën. Ti je privat e ti. E pranishme dhe policia e cila fillimisht nuk ka lejuar hyrjen me forcë në zonën e rrethuar, por është gjendur e pafuqishme përballë protestuesve të cilët arritën të shemnin rrethimet e vendosura. Investimi në zonën e hidrovorit ka nisur prej ditësh mes shumë diskutimesh. Kjo për faktin se ende nuk është zbardhur plotësisht leja, ndonse Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit është shprehur më herët se subjekti është në procedurë leje ndërtimi. Hidrovori është pjesë e zonës së mbrojtur, ku fillimisht flitet për ndërtim në një sipërfaqe prej 600 hektarësh, ndërsa sipas burimeve pritet të ketë dhe resorte të tjera që do të ndërtohen në këtë zonë. Një ndërtim pa leje në Buzë të Detit për një stacion plazhi me beach bar çoi në shkrirjen e policisë së Sarandës. Shefi i komisariatit dhe 3 inspektor u ndalën nga blut pasi dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën duke favorizuar këtë ndërtim pa leje. Dita e premte deri orët e vona të mbrëmjes ka qenë vendimtare për Komisariatin e Policisë Sarandë pas hetimeve të nisura lidhur me disa raste të ndërtimeve pa leje të konstatuara në qytetin bregdetar dhe në zonat turistike përreth. Në një komunikat zyrtare, Policia e Shtetit njoftoi se pas denoncimeve të mbërritura në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për paligjshmëri në territor, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në bashkëpunim me Prokurorinë e Sarandës ka ndaluar drejtues dhe efektiv të Komisariatit të Policisë Sarandë. Burime për blu televizion bëjnë me dije se punonjësit e ndaluar janë transportuar pas mesnate drejt Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, ku janë kryer procedurat e mëtejshme hetimore. Autoriteti mbikëqyrjes policore ka shkrirë Komisariatin e Sarandës, sipas informacioneve konfidenciale nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës, në pranga ka rënë shefi i Komisariatit të Sarandës, si dhe shefi i krimeve në Komisariatin e Sarandës, por edhe disa inspektorë të tjerë.
Sipas burimeve konfidenciale, shkak dyshohen hetime në të cilën flitet për ndërtime dhe favorizimin e objekteve pa leje. Gjatë ditëve të fundit janë konstatuar disa ndërtime pa leje çka AMP-ja apo edhe Drejtoria Vendore e Policisë së Florës si dhe Prokuroria e Sarandës kanë dyshime se ndërtuesit të cilët kanë kryer këtë ndërtim pa leje janë favorizuar nga ana e inspektorëve të IMT-s të Sarandës, por edhe nga ana e inspektorëve të Policisë së Sarandës. Ajo që ka konfirmohen nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë së Florës bën me dije se personat të cilët janë arrestuar pritet të shoqërohen në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë së Florës. Sipas komunikatës së Policisë së Shtetit, hetimet u intensifikuan pas konstatimit të një ndërtimi pa leje në një hapësirë plazhi në lagje nr. 1 Sarand, ku në një objekt të përbërë nga disa struktura, një pjesë e tyre të ngritura dhe në ujë po kryeshin punime të paligjshme. Për këtë rast u arrestuan flagrancë 8 persona që punonin në objekt, ndërsa u shpall në kërkim shtetësie që posedonte hapësirën e plazhit për llogaritës së cilës dyshohet se po kryeshin punimet. Pas veprimeve të thelluara hetimore, AMP ka ndaluar komisarin Bashllari, shefi komisariatit Policisë Sarand, nën komisarin Duro, specialist për hetimin e krimeve, nën komisar Ismailaj, specialist për rendin dhe inspektor Çullaj, specialist të zonën. Ndaj tyre rëndojnë dyshime për veprat penale, shpërdorim detyre, kryerja e veprimeve arbitrare dhe mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshme. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka urdhëruar pezullimin e menjëhershëm nga detyra të 4 punonjësve, ndërsa ka nisur procedurat për përjashtimin e tyre nga radhët e Policisë së Shtetit. Gjithashtu, shpezulluar nga detyra dhe komisar Blerim Tapçiu, shefi seksionit për hetimin e krimeve në volum, pasi nuk është paraqitur për të marrë në pyetje gjatë hetimeve të AMP-s. Në Policinë e Shtetit nuk ka dhe nuk do të ketë vend për askënd që bëhet palë me shkelësit e ligjit, që abuzon me detyrën apo bashkëpunon me element kriminal. Ky është reagimi i Ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari, i cili premton zero tolerancë për të gjithë zyrtarët e Policisë së Shtetit që përfshihen në raste abuzimi me detyrën dhe tolerojnë shkelësit e ligjit. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari premton zero tolerancë për të gjithë ata zyrtarë të Policisë së Shtetit, të cilët përfshihen me raste abuzimi me detyrën dhe tolerojnë shkeljet e ligjit deri në rastet më ekstreme të bashkëpunimit me element kriminal. Në Policinë e Shtetit nuk ka dhe nuk do të ketë vend për askënd që bëhet palë në shkelësit e ligjit, që abuzon me detyrën apo bashkëpunon me element kriminal, tha ministri. Ministri përshëndeti operacionin e një dite më parë në Sarand, ku Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe vetë Policia e Shtetit bashkëpunuan për të arrestuar drejtues dhe punonjës policie të bërnjëshme me shkelësit e ligjit. Kjo provë vullneti për të pastruar radhët e Policisë së Shtetit nga çdo element që cënon ligjin dhe besimin e publikut nuk është e para dhe nuk do të jetë as e fundit, vijon në reagimin e tij ministri. Përgëzime dhe kur ajo leadershipi të ri të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore dhe Policisë së Shtetit, asnjë hap mbrapa, thot ministri. Kreu i punëve të brendshme thekson se në çdo rast abuzimi, duke marrë shkase edhe nga rasti i Sarandës, që nga symbyllja përpara ndërtimeve pa leje e deri te kompromisi me elementet kriminal, reagimi do të jetë me zero tolerancë. Efektivët që tradhtojnë popullin dhe abuzojnë me detyrën do të identifikohen, goditen dhe përballen me drejtësinë, deklaroi ministri Besfort Lamallari. Shtimi i numrit të tereneve sportive dhe parqeve të lojrave është në fokus së Bashkisë së Vlorës. Brunilda Mersini, kryetare e Bashkisë së Vlorës, konfirmon faktin se deri në datën 1 qershor në festën e fëmijëve do të ndërtohen 3 parqe lojrash në 3 blloqe të ndryshme banimi. Sipas kryebashkiakes së Vlorës, parqet e reja do të jenë vende të veçuara dhe shumë larg makinave. Shtimi i numrit të tereneve sportive dhe parqeve të lojrave është në fokus së Bashkisë së Vlorës. Brunilda Mersini, kryetare e Bashkisë, konfirmon faktin se deri në datën 1 qershor në festën e fëmijëve do të ndërtohen 3 parqe lojrash në 3 blloqe të ndryshme banimi. Parqet e lojrave do të ndërtohen sipas Mersinit në sheshin përpara Pallatit të Sportit Flamurtari, në zonën e Lungomares, si dhe një park tjetër lojrash, por që po merr formë në sheshin Adem Jashari. Mersini thotë se është menduar që parqet e reja të jenë në vende të veçuara shumë larg automjeteve. 1 qershori është dita e fëmijëve dhe ne kemi vendosur që 1 qershor t'i durojmë fëmijëve të qytetit të Vlorës 3 kënde lojrash, të cilët do të jenë vendosur në disa lagje të qytetit, pra në 3 lagje të qytetit, në mënyrë që fëmijët t'i aksesojnë. Kemi vendosur që bloku që është në pjesën kryesore të qytetit, pra atë që ne quajmë sheshin Adem Jashari, të vendosim një kënd lodrash ku do të ketë një sipërfaqe të konsiderueshme me lodra për fëmijë, pastaj do të ketë përpara Pallatit të Sportit, ku dhe aty mendojmë që janë larg
makinave, pra janë zonat të cilat nuk aksesohen nga makinat dhe kjo ka qenë kryesore që kur të vendosin parkun e lodrave të fëmijëve të ishin në vende të cilat izoloheshin nga makinat dhe një pjesë po i mendojmë në zonën e Lungomarës, meqense është një zonë e cila në sezonin turistik ka shumë fëmijë dhe këtu në fillimin e Lungomarës ka një park lodrash, por kuptohet që ai është park lodrash që aksesohet nga fëmijët drejt pagesës dhe kemi shpresuar që të japim fëmijëve një kënd lodrash të cilat do të jenë publik. Mersini thot se do të realizohet një tjetër projekt i cili ka në fokus rikonstruksionin e palestrës së qytetit, si dhe disa prej palestrave të shkollave nëntëvjeçare. Sipas Mersinit, qëllimi i këtij projekti është që këto palestra përgjatë sezonit veror të qëndrojnë të hapura për të luajtur aty fëmijët e qytetit, kur shkollat të jenë me pushime. Kemi një projekt shumë ambicioz, projekti ka filluar të jetësohet sepse ka filluar rikonstruksioni i palestrës së qytetit këto ditë. Është një palestër që po të shikoni me kamerat është keqardhje, që është një palestër e cila është totalisht e amortizuar dhe jashtë funksionit. Është një palestër që ka kushte për sot që ne flasim jo dinjitoze për sportistët. Ne do të fillojmë rikonstruksionin dhe për një kohë shumë të shkurtër rikonstruksioni i palestrës së qytetit mbaron dhe ajo palestër do të jetë e aksesueshme për të gjithë njerëzit dëshirojnë ta shfrytëzojnë këtë. Kemi kthyer palestrën e shkollës Lev Sallata në palestër voleybolli dhe aty do të lëm akses të gjithë njerëzve dhe të rinjve me grupe, kuptohet me marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë e Vlorës në mënyrë që ta përdorin dhe jemi duke menduar fort dhe shkolla Marigo Pozzi që do të ketë një palestër po kështu ambicioze, pra të gjitha palestrat e shkollave që në sezonin e veror janë shkolla të cilat janë të mbyllura për fëmijët, ti kthejmë në pika të cilat do t'i shfrytëzojmë për gjithë njerëzit që janë sportdashës. Por ka menduar që jemi duke menduar biles në këtë projekt edhe në gjithë këtë sipërfaqe këtu të vendosim disa, le të themi, ato që dikur të shkolla industriale janë bërë si një pikë për gjithë lagjen, pika stërvitje të paralelet, të kemi edhe disa pika këtu në mënyrë që edhe në sezonin turistik disa njerëz mund t'i shfrytëzojnë për pjesën e sportit. Gjithashtu do të nisë rehabilitimi edhe i disa terreneve ekzistuese sportive në qytet, që kanë rënë prej dëmtimeve dhe janë jo funksionale. Me mbylljen e tregut të madh në Vlorë, banorët që jetojnë dhe kanë banesat e tyre në brendësitë të tij, po përballen tashmë me një tjetër problematik. Mbretjet e shumta të cilat për më shumë se një javë kanë mbetur në zona të ndryshme të tregut, po sjellin shqetësim për banorët e kësaj zone, të cilët e përcjellin për Blu Televizion situatën. Me mbylljen e tregut të madh në Vlorë, banorët që jetojnë dhe kanë banesat e tyre në brendësitë të tij, po përballen tashmë me një tjetër problematik. Mbetje të shumta të cilat prej më shumë se një javë kanë mbetur në zona të ndryshme të tregut, po sjellin shqetësim për banorët e kësaj zone. Denoncimi për Blu Televizion ka ardhur nga vetë banorët, të cilët shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar. Për shkak të mbetjeve të shumta, mes tyre edhe të moshuar, ata e kanë të pamundur të lëvizin lirisht apo edhe të hyjnë në të dalin nga banesat e tyre, pasi plerat dhe mbetjet ndodhen pranë dyerve të shtëpive të tyre. Një tjetër shqetësim lidhet edhe me rrezikun e përhapjes së infeksioneve të ndryshme, edhe pse prej ditësh janë drejtuar Bashkisë së Vlorës për të kërkuar ndërhyrje. Banorët shprehen se deri më tani nuk ka patur asnjë ndryshim dhe ende mungon një zgjidhje konkrete. Ne kam një shqetësim, se shikoni gjendja është e tillë si këtu edhe tek dëngu tjetër. Momenti që është aty un kam maman që del aty edhe kalon, pengohet, është pleqëri. E sapi ka një javë që bashkia nuk po heq të mbeturina. Këto janë problemi vetëm për vendin, por edhe për... Po për të gjithë, sepse mami thotë që ato kanë filluar mund të edhe plera nga pallati. I bien shkurt, edhe kjo është gjendja. Ata të bashkisë kanë hequr vetëm pjesën e inerteve dhe këto i kanë lënë kështu siç janë. Kush duhet të heqë? Po bashkia do të heqë, jo, bashkia gjithsa tregtarët i hodhën këtu se ku do i hedhin, bashkia duhet i marri. A hoqën inertet bashkia? Ti heqë edhe këto. Po normalisht shqetësim është. Këto vinera, to janë plastik. Plastika çfarë do bëjnë? Në diell do të kompozohet. Plus edhe mind kanë filluar të lozin nëpër këto. Kështu që ky është shqetësimi im se kam një javë që me pyestim maman, u hoqën jo. Si kalon jashtu nëpër këto? Çfarë do bëjnë? Një apeli juaj? Të vi bashkia ti heqi. Ky është apeli. Emër mbi emër? S'ka rëndësi mbi emër, po unë jam Graciela dhe mamaja ime në mëngjes doli me si kaloj aty për të vajtur të marri bukë. Vajti një javë e thavir, tu për edhe plerat e shpive, të palatit, ja me bidona, shiko, bidonat e ujtë këtu i kanë edhe.
Unë jam e smunë e zi kaloj atë që nënë. Ju pengon për të hyrë? Shumë, o bitin. Mos jetë kjo shoqja që kam në krah, unë s'kaloj do të aty. Jam e smunë me të gjitha. Mase nga bëri Delman ju e televizionit. Televizionit blu që jeni. Dhe ajo, kryetare e bashkisë, asë qanë kokë më falë për këto. I kalon kalon mullar, është gjuna nga Zoti. Do na shpifet në 1000, edhe ku të futemi pasaj. Situata në brendësi të Ishtregut mbetet shqetësuese dhe mjaft problematike. Mbetje të shumta gjenden në disa hapësira të kësaj zone, duke shkaktuar probleme për banorët, të cilët lëvizin me vështirësi dhe shprehen të friksuar edhe nga rreziku i infeksioneve. Sipas tyre, edhe pse është kërkuar ndërhyrje nga bashkia, deri tani nuk ka patur asnjë reagim. Personat me aftësi të kufizuara në qytet për shkak të përfitimit të ndihmës ekonomike apo kempit përplasen çdo muaj me bankat e nivelit të dytë në Vlorë, ku ndeshen me një infrastrukturë të papërshtatshme. Paradoksi sipas kreut të PAK, Muhametaj, është se kjo kategori duhet të paraqitet çdo 6 muaj për të vërtetuar që është gjallë. Personat me aftësi të kufizuar në qytet për shkak të përfitimit të ndihmës ekonomike apo kempit përplasen çdo muaj në bankat e nivelit të dytë në Vlorë. Hysen Muhameti, kryetari i shoqatës së invalidëve, thotë se hyrja në këto institucione është e pamundur për shkak se aty mungon përshtatshmëria për personat me aftësi të kufizuar. Sipas Muhametit, jashtë çdo logjike, kjo kategori personash detyrohen të paraqiten çdo muaj në bank për të firmosur një dokument që vërteton se janë ende gjallë. Por për shkak se nuk hyn dot as për firmosjen e këtij dokumenti në brendësi të bankës, punonjësit dalin jashtë tyre duke firmosur në trotuar. Në banka ne kemi kohë që kërkojmë me rampa. Nuk ka, me përjashtim të një rampe të Intesa San Paulos në Transballkanike që ka një ramp aty, dhe asnjë bank nuk ka ramp për të hyrë person me aftësi të kufizuar. Unë këtu disponoj dhe një foto të cilën do t'ua jap, që ne vemi rrim jashtë bankës për të gjallësën që jemi gjallë njërë 6 muaj dhe nuk kemi të drejtë të hymë brënda, po vinë na i bien ata formularët aty të firmosim. Kështu që infrastruktura në të rësi, unë kam folur, flas dhe do të flas dhe shpresojmë, por nuk e shohim që nuk po lëviset. Sipas Muhametit, çdo muaj prej personave me aftësi të kufizuar ka gjithashtu ankesa, kryesisht për mohimin e të drejtës së tyre të kempit. Kërkesë e veçantë ndër vite nga personat me aftësi të kufizuar, Muhameti thotë se qëndron tek përmirësimi i infrastrukturës për të përshtatur bankave, institucioneve, trotuareve si dhe rrugëve të qytetit për këtë kategori personash. Nuk ka raste pengesa ka për të se dihet ajo punë për kempin janë pengesa jo më është mohuar e drejta vlerësimit, jo kjo, jo ajo, po ato janë çështje që i kanë të tjerët në dorë, i kanë doktorat, i ka komisioni mjekoligjor dhe nuk i ka shoqata. Kupton, është një diçka, ne kërkojmë vetëm këto që kur personi është i gatshëm, është produkt i gatshëm, kërkojmë të zbatohen këto gjërat e tjera që janë infrastruktura nëpër banka, nëpër rrugë, nëpër shkolla, nëpër spitale, nëpër gjitha këto gjëra që mungojnë. Në Vlorë, personat me aftësi të kufizuar, para dhe tetraplegjik vijojnë të jetojnë në një qytet përjashtues. Mungesa e rampave në trotuarët dhe rrugët kryesore, por edhe në institucione të rëndësisë së veçantë për ta, ka bërë që kjo kategori personash mos të futen dhe të aksesohen dot në brendësi të tyre, duke mos marrë edhe shërbimet apo qarkulluar me lehtësi në qytet. Vlora jo vetëm e preferuar nga të rritur, vendas dhe të huaj, shumë të rinj, shkollash nga vendi janë shpesh vizitorë të qytetit bregdetar, ndërsa deti dhe plazhi janë të mrekullueshëm sipas tyre. Vlora është një ndër qytetet më të preferuara këtë fillim sezoni nga grupet shumëta ekskursionistësh që vinë nga qytete të ndryshme për të njohur me qytetin, historinë, por edhe për të qëndruar pranë bregdetit. Një grup nxënësish në ekskursion kanë ardhur në Vlorë për të kaluar, siç thonë edhe vetë, një ditë ndryshe. Sipas nxënësve të shkollave, përgjatë vizitës së tyre në qytetin bregdetar, më të preferuar kanë detin, të cilin e cilësojnë të mrekullueshëm, ku plazhi mbetet për ta diçka që i tërheq. Shprehen se përgjatë ekskursionit të tyre në Vlorë po kënaqen shumë, teksa thonë se do të vinë sërish me pushime me familjet përgjatë sezonit të verës. Shumë bukur, plazhi. Jo, ka marrë disa herë tjera. Hera e parë. Nga Tirana pa hera e parë këtu Vlorë dhe mua më pëlqen ai deti i Gjallit. Kur të vi vera. Jo, unë kam marrë dhe pushime para 2 vitesh edhe vi shpesh këtu në Vlorë. Po, edhe ne, më pëlqen shumë Vlorë, është shumë e bukur.
Vlora vazhdon të jetë një nga qytetet më të pëlqyera për të vizituar e për të zhvilluar ekskursione për gjatë çdo sine të vitit, ku përveç vizitorëve nga i gjithë vendi, edhe shqiptarë nga Kosova vinë në grupe, duke udhëtuar me autobus për të kaluar ditët e tyre të veçanta në qytetin bregdetar. Hantavirusi është një virus i cili transmetohet kryesisht nga minjë, ndërsa në Vlorë nuk ka asnjë rrezik apo rast të evidentuar. Shefi i epidemiologjisë në Vlorë, Agron Bashllari, thotë se sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik nuk ka asnjë rast me hantavirus tek ne, ndërsa rastet e evidentuara në anijen turistike në Argjentinë dhe Spanjë mbeten raste të izoluara. Hantavirusi është një virus që transmetohet kryesisht nga minjt, ndërsa në Vlorë nuk ka asnjë rrezik apo rast të evidentuar. Shefi epidemiologjisë në Vlorë, Agron Bashllari, sqaron se virusi përhapet përmes kontaktit me brecit ose sekrecionet e tyre, duke u referuar dhe rasteve të fundit të raportuara në një anije turistike. Bashllari ka konfirmuar se në Vlorë dhe në të gjithë vendin tonë, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, nuk ka asnjë rast me hantavirus. Rastet e evidentuara në Argjentinë dhe Spanjë në anije turistike mbeten rastet izoluara vetëm në ato vende dhe mjete lundruese. Hantaviruset përhapen nëpërmjet mijëve. Sigurisht mijt janë pjesëtar të zonave urbane, kryesisht rurale apo vend grumbullimeve të mbetjeve apo ku ka amballazhe. Njëkohësisht pranë subjekteve që akumulojnë në jashtë në mënyrë të pambrojtur mbetje ushqimore, por jo vetëm. Duhet të themi që për pjesën e luftës kundër prekësve, në Vlorë bashkia ka një sektor përkatës i cili planifikon sistematikisht gjithë vitin këtë pjesë, luftën pra dezinsektim kundër insekteve, deradizim kundër prekësve dhe dezinfektim. Është punë rutinë e tyre. Por në Vlorë nuk kemi patur asnjë raste. Qoftë nga vlerësimet e bëra, pra në popullatën e vektore në qytet, pra nuk kemi informacion që të kemi raste nga ata virus, pra minj të infektuar në qytet. Nuk kemi informacion, studimet kuptoj nuk bëhen nga neve, bëhen nga Instituti Shëndetit Publik, por aq më tepër në njerëz. Nuk kemi patur asnjë rast. Në rastin konkret të situatës së ndodhur pra në Argjentinë dhe në Spanjë në Kroqerën, bet fjalë për hantavirus të lokalizuar pra në brecit ose në minjt e atij vendi ose lokacioni për ta gjendjes. Dhe është një hantavirus i cili shkakton sindrom pulmonar, pra me prekje pulmonare. Ndërkohë hantaviruset mund shkaktojnë dhe probleme të tjera tek njerëzit, siç është me ethë hemoragjike dhe sindrom renal, pra me shfaqje hemoragjike dhe dëmtime të veshkave, ose mund të jetë nefropati epidemike, ka raste në Europa me këto. Njëkohësisht, kjo situatë që ka ndodhur atje në Kroqerë, në piknisje nga burimi efektiv nga Argjentina, ka të bëjë pra me atë lloj hantavirusi që qarkullon vetëm në brecit ose minjt e asaj zone dhe jo në zonat të tjera. Detyrimisht risku është shumë për mos nuk kemi risk. Rastet me hantavirus u evidentuan pak ditë më parë në një anije turistike, por situata në Vlorë paraqitet e qetë dhe pas një problematik të lidhur me këtë virus. Kjo konfirmohet dhe nga gjurmimi dhe verifikimet e kryera nga vetë Instituti i Shëndetit Publik. Një grup misionarësh amerikan janë stacionuar prej ditësh në qytetin e Beratit duke ofruar shërbim shëndetësor falas për komunitetin. Radhët e qytetarëve për kryerjen e vizitave kanë qenë të mëdha, ndërkohë që në fund të çdo ekzaminimi të kryer, medikamentet ju a dhënë pacientëve falas. Organizata amerikane Shpresa e Ripërtërir, agjencia misionare mjekësore, ka mbërritur prej disa ditësh në qarkun e Beratit. Të pozicionuar në ambientet e bibliotekës Vexhi Buharaja të qytetit, mjekët dhe ndihmës mjekët janë vendosur në dhoma sipas profileve të tyre mjekësore, për të kryer vizita falas për qytetarët Beratas. Pjesë përbërëse e stafit mjekësor janë 2 dentist, 3 okulist, 5 mjek specialist, 3 mjek të përgjithshëm dhe 2 mjek të sëmundjeve të brendshme. Radhët e qytetarëve për kryerjen e vizitave kanë qenë të mëdha, ndërkohë që në fund të çdo ekzaminimi të kryer, medikamentet ju janë dhënë pacientëve falas. My name is Daniel Jones and I'm Kjo është hera e 8 që ne vim në Shqipëri dhe hera e parë në qarkun e Beratit. Ne sigurojmë ndihmë mjekësore për njerëzit në nevojë. Kemi 44 vullnetarë në këtë skuadër, 43 nga Amerika dhe 1 nga Hondurasi, ndërkohë që 25 janë staf mbështetës nga Shqipëria.
Gjysma e skuadrës janë mjek të specialiteteve të ndryshme dhe pjesa tjetër ndihmës mjek. Kapacitetet e klinikave tona kanë qenë të mbushura në qytetin e Kuçovës dhe këtu në Berat, ku interesi më i madh i qytetarëve kanë qenë vizitat e syve. Kemi bërë EKG, kemi bërë ndërhyrje të caktuara dhe kemi këtu një farmaci, ku pas vizitave pacientëve u ofrojnë medikamente falas. Motoja jonë është prek zemrën e njeriu që të arrish edhe shpirtin e tij. Pas Beratit, ekipi i misionarëve do të vijojë në qytetet të Shqipërisë. Bordi i Transparencës caktoi çmimet e reja të karburanteve në Shqipëri. Prej orës 13 nafta do të tregtohet me 202 lek për litër, 4 lek më shumë se mbledhja e fundit e bordit. Ndërkohë çmimi i benzinës është caktuar me 188 lek për litër, 3 lek më shumë se vendimi i fundit i bordit. Bordi i Transparencës rrit me 4 lek çmimin e naftës, do të shitet me 202 lek litri, benzina shkon në 188 lek për litër. Bordi i Transparencës ka caktuar kështu çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Prej ditës së shtunë, nafta do tregtohet me 202 lek për litër, 4 lek më shumë se mbledhja e fundit e bordit, ndërkohë çmimi i benzinës është caktuar 188 lek për litër, 3 lek më shumë se vendimi i fundit i bordit. Në njoftimin e saj përshtyp, Bordi i Transparencës në mbledhjen e datës 16 maj 2026 vendosi që çmimi i shitjes me pakicin në produktit gazoil të jetë jo më shumë se 202 lek për litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 190 lek për litër. Çmimi i shitjes me pakicin në produktit benzin të jetë jo më shumë se 188 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 176 lek për litër. Çmimet e caktuara hynë në fuqi duke nisur prej datës 16 maj dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Nga ky i fundit bëhet me dije se çdo operator i shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produktet të naftës duhet të kryejë detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.